para ta ka arë këtë cnimi që thonë të Imam Ahmed ibn Hanbali, unë nuk dishoj që ata që e përdhosin dhe përbuzin dhe më kombin sunetin e pejgamberit Allahut, nuk dishoj se nuk shvejnë të Allahu azza wa jall para në kufër. Pa dal pi fej. Tha ja imam, tha kur, tha na i kena pa musliman, ti ki pa muslimanat si zërëmin e jashtë me mirë, po nuk ven me la që e vdekes pa e spërëvu në qastet e fundit me amor imanin e pastaj me shku të Allahu azza wa jall runa zot, për çka se ata nuk e respektua dhe nuk e ndëgjuan dhe nuk e çmuan pejgamberin Allahu. Ndëgjone këto ajete që kanë zbrejpë në suratul Hujurat, dhe kur shkojnë në shtëpi këtë këshillojtje 5 ajetet e para ti lexojsh, për ata kjo sure ka pas e ka mor emnin suratul Hujurat, emni dhomave, edhe i kanë emërtu dietar ka thonë kjo surja kaptina edukatës. Hadisi fillon kjo sure thot ja ju alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul. Ajo që keni besu mos dilni para Allahut dhe pejgamberit Allah. Ibn Abbas i thonë të ditë çka do me thonë? Mos dilni para Allahut dhe pejgamberit Allahut, mos gabo me fol në fe apo me vepru në fe që nuk e referencë në Kur'an dhe Sunet. Ti që po fel që po më kallzon që do pallavrat e tua të babasaqit që ti kalon tije, e faktikisht ti ki gjetë në rrugë o ledhët të ndërshon, këto pallavra që neve na i tregojnë edhe dalin mimbera për fat të keq hoxhallat e paditur, të cilët tojnë se na adet e kema. Thua se feja jona është adet, jon nuk është adet, feja jon i badet. Na kena arnë gjëma me kri badet, s'kena arnë me bo adete. Për ata vledhët të ndërshëm, lej adetet e tua, lej traditet e tua, Allahu po të thot, Allahu po flet komunikon me ti dhe thot, o jo që keni besu, pra i flet vetëm besimtarve, s'ka drejta njeriu me dal për Allahu dhe pejgamberit Allahut. Ibn Abbas i tha, nuk lejohet që njeriu me fa me vepëru një vepër apo me fol një fjalë nëse nuk ka referencë që pejgamberi Allahu dhe shokët e pejgamberit Allahut janë gjinda. Që të punë të cilët ti babasaqit ja përcjell qelimit të shahade, edhe doa që beja ban të vorët, a i kanë bomara pejgamberi Allahu dhe sahabët, jo vëllahu më neve adet. Për ata të je që i ki dalë për Allahu dhe pejgamberi tënë, për ata ka ta dhe thënte në ke momentën e këtja jetit që lejohet muslimani me morë vendim për asgjë, për derisa pejgamberi Allahu nuk ka thonë që këbat ashtu. Sikur nuk kena drejta na gjumon me fol 4 rekat, gjdo sen që ka ardhën fenë Allahut, pejgamberi Allahut e ka komentu. Për ndryshe maje ketë të cilën Imam Malik i cili ligjeronte në xhamin e pejgamberit Allahut dhe qëndëronte Imam Malik dhe thonte gjdo ku i mirët dhe i lijet dhe vetëm një njeri që i mirët dhe kur si lijet. E kush është ja Imam Malik, tha ki zotnia i këti varit pejgamberi Allahut. Vetëm ati i mirët dhe nuk i lijet. Zdo hoqe që lënë dhe gabon në vetëm pejgamberi Allahut, gjithë një që lënë dhe kur s'gabon. Pa ata u leo të ndërshëm asbe suneti pejgamberit Allahut, e për këtë arsye asbe dhe dini jonë, për këtë arsye u leo të ndërshëm kanë rëshqit dhe zemrat tona, për këtë arsye u leo të ndërshëm gjdo sen që del në jashtë kornizave të sunetit pejgamberit Allahut e ke vështirë të menja nash, ndërsa gjdo sen që ka thirë pejgamberi Allahut të gjindemi në ta, ne jemi larga ati për çka këseru në Zot, ndoshta jena pjesë mars në ata që e tha Fudejl ibn Iyadi, që thot nuk është adhuru Allahu azza wa jall me diçka më të dashur se me praktikimin e sunnetit pejgamberit Allahut. Deri qatë namaz me i falë që to kur t'hirë së xhamia është ma me vlerë se tanë ditën dhe notën ti me bona film. Me praktikuni sunnet pejgamberit Allahut është ma e dashur të Allahu se s'është adhuru Allahu azza wa jall me diçka më të dashur se sunneti pejgamberit Allahut. Ndërsa Fudejl ibn Iyadi apo njëri prej selefëve thonte se njeriu që ban ibadet që pejgamberi Allahut se ka bo, ki njeri largohet prej Zotit dhe vet, atë reqate sa ti boje jon modelin e pejgamberit dhe vet. Sot bën ibadet çaj larg Zotit tënë, te Allahu azza wa jall ja dikushte, të jetë sinqert, të jetë sakt, thepra e sakt është vetëm një modelin e pejgamberit Allahut.
Për këtë arsye ne jena mësuan që e bërë namaz. Edhe hoxhallar ku ngritet dhe vend një misafir del imam, pastaj ku ngritet semi Allahu limen hamiden ki hu gjumë të poshtë. Për shkak se ne nuk e kena marrë model pejgamberin Allah. Neve vëllezër të ndershëm, neve na ka metën adet. Pa ata nuk ban dobi as namazijot, ende hajn, ende tradhtar, ende qivigji, ende shpion, ende edhe pse ban namaz. A dini përse? Për çkak se ka thonë Allahu namazi njeriu e largon prej këqijave, neve pse s'na largon? Për çkak se ke vëlla ti namazin tan ibadet, se ke sunetin e pejgamberit tan, ti e ke adet, ka me adet. Edhe vëllezër të ndershëm, kjo tragjedia më e madhe që lodhet raskapit më para ta Omer ibn Khattabi qajti, kur e lexoi fjalën Allahut azza wa jalla, hal ataka hadithul ghashiyah, a ju ka arrit lajmi juve për ditën e tmerrit, ditën e kiametit? A ju ka arrit një lajm që ka me ndodh një ditë e tmerrit? Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idhin khashiyah, amiletun nasibah tasla naran hamiyah. Ditët e këtile fytyrat të merrohen, friksohen, janë këto që janë lodhë dhe janë raskapit, ama thot kam i gjek zjarmi i xhenemit. Omeri aty pse qajti tha, këto janë ata të cilët i kanë kri ibadetet, janë modelin e pejgamberit Allah. Këto janë që lodhja në raskapit të shkretit 40 vet atë dërmu të dalë xhami, mirë po e ka këshirë cëlla xhami e falë mas shpejti që ati shkoj. Qofte edhe nëse ashtë ki kushton këti me kolkerin me shku largë, amo bare s'pezgat na knaqi hoxha për 5 minuta him dhe dalmi, pra na him gur, dalmi gur, si që këna i dalmi nuk ban për shtipjas hitbe, nuk ban për shtipjas namazit, ndërsa hitbe e gjumas është me të mojt imanin për një javë, qëtër një javë nëse nuk e mbushën zemrën me iman, ka me të ra imani, o vllai dashur, për atë Allahu azza wa jalla i obligoi ditën e xumës. Për këtë arsye i dha rëndësiat shumë vëllezër të ndershëm që ndëgjimi i hitbes së xumës është obligim, dhe Allahu azza wa jalla na kursej neve, na jeki direkat drekës farz na i boni 2. Që mos të nkomë i Arab ti në i bone edhe hitbën edhe 4 qatë punë në metën. Punë të metën, kejtë kje Milanën, mirë po ka me të metë që kjo dite e gjumo, ka me të metë këto qaste që i kënda për zotin tanë, ka me të metë që ke iman që e ke përfitu, ka me të metë që ke diturin që e ke mësu, ka me të metë ki suneti pejgamberit Allahut kanë dil në varë, kanë dil ditën e kiametit, kanë dil të ura e siratit. Allahu azza wa jall na bon për atinëve të cilët i përmbami sunetit pejgamberit Allahut.